Është vënë re që profesioni i konsulentit imobiliar, duke qenë se dhe në një farë mënyrë është bërë dhe trend, ka filluar që të provohet nga kushdo. Dhe në fakt, me thënë të drejtën, më vjen mirë pasi ky është një profesion i cili përveç se të sjell të ardhurat të mira në fund të muajit, gjithashtu dhe të rrit profesionalisht, të rrit personalisht, të zgjeron rrjetin tënd të influencës dhe ka disa benefite të tjera. Por nga ana tjetër kemi dhe klientët, pra blerësit dhe shitësit, të cilët në kohët e fundit kanë filluar që të shfaqen në dy lloj formash. Forma e parë është ajo forma e cila nuk pranojnë në mënyrë absolute që të bashkëpunojnë me një agjenci imobiliare. Dhe forma e dytë është për ata që pranojnë që të bashkëpunojnë me një agjenci imobiliare, fillojnë dhe të bashkëpunojnë me një numër të pafundë agjencish imobiliare. Pra, kushdo i cili i del përpara dhe i prezantohet si një agent imobiliar, nuk hezitojnë që të bashkëpunojnë dhe jo për ndonjë arsye tjetër specifike përveç se faktit edhe arsyes që mendojnë se duke bashkëpunuar me një numër shumë të madh agjencish imobiliare, mund të rrisin shanset e tyre që ose ta shesin pronën e tyre më shpejt, ose ta gjejnë pronën e tyre më shpejt. Dhe duke patur parasysh këto faktor, është vënë re që tregu imobiliar ka filluar që të kthehet deri diku një lloj tregu kaotik. Pra, shitësit fillojnë dhe bashkëpunojnë me një numër të pafund agjencish, nuk dinë se me kë kanë bashkëpunuar në fund të ditës, nuk dinë se çfarë informacionesh kanë dhënë, kur duhet për të bërë një update, nuk dinë se kujt ja bëjnë updatein më përpara dhe identifikohet dhe vjet re që edhe vetë agjencitë imobiliare informacionet i kanë të paqarta. Disa kanë çmime të tjera, disa kanë çmime më të ulta, disa çmime më të larta, disa nuk dinë katin, disa nuk dinë sipërfaqen, edhe një mori e pafund problematikash. Dhe nga ana tjetër kemi blerësit të cilët nuk zgjedhin që të punojnë me një agent imobiliar profesional, por vendosin që kërkimin të fillojnë dhe ta bëjnë vetë. Pra fillojnë dhe futen në online, ku dhe në online fillojnë dhe përballen me një mori të pafundme agjencish. Dhe ndodh shpesh që pronat të cilën ata kërkojnë e shikojnë nga një numër të pafund agjencish. Dhe me të gjitha këto problematika që përmendëm pak më parë, me të gjitha këto paqartësitë që përmendëm pak më parë, fillon dhe blerësi që të ndihet i paqartë, fillon që të ndihet i pasigurt dhe skeptik dhe dyshues. Megjithatë, duke patur parasysh që duan ta zgjedhin një pronë dhe duan ta blejnë një pronë, ata mund të drejtohen në një agjenci e cila ndodh ndonjëherë që të mos jetë një agjenci profesionale, që kjo agjenci të mos ketë dhënë informacionin e duhur dhe ndoshta edhe që kjo agjenci të ketë bërë disa mashtrime gjatë procesit. Dhe në fund të ditës rezultati është një dështim. Blerësit dhe shitësit përballen me prishje të kontratave, përballen me humbje kohe dhe humbje energjish. Arsyeja sepse po ndaj këtë video me ju është sepse duke qenë pjesë e kësaj industrie të real estate-it, kam dëshirë dhe dua që të influencoj sado pak në të mirën e përbashkët, si të kolegëve, po gjithashtu dhe të klientëve.